kompanisë dhe vetës tonë që ne jemi të sukseshëm. Suksesi sot, fusha të caktuara, për të mos thënë çdo fushë, është materialiste. Kjo është e vërteta, sepse në fund të ditës nëse vetëm investojmë dhe nuk marrim asgjë nga ajo, nuk e kuptoj ku do të ishte motivi i gjithë secilit prej neve. Megjithatë, bota ka ecur përtej kësaj dhe më vjen keq që sot materializmi është në rend të parë dhe jam shumë kundër kësaj. Prandaj dhe çdo fushë, besoj, po flas për fushën time, sot nuk të marrin seriozisht nëse thua që je këngëtar, me të drejtë, sepse të gjithë janë këngëtarë sot, të gjithë janë artistë, të gjithë janë, nuk e di, sot dalin 5.000 veta në ditë, madje. Sot përdorim Suno aplikacionin, domethënë nevoja për producent është më e vogël. Ka ndryshuar gjithçka shumë shpejt. Dhe mendoj që është momenti i duhur që botës t'ia dëshmojmë dhe me gjitha vetës tonë që paret nuk mund të blejnë gjithçka. Në fund të ditës nëse robotizohemi atë shumë, mendoj që bota do vinë në një moment kulminant ku do mbaroje vetë bota. Pa, mendoj që po e ndihmojnë shumë edhe rrjetet sociale, sepse një këngë mos ka nevojë për investim aq të madh nëse thjesht është bë virale në TikTok. Është personale kjo. Nëse më pyet mua dhe ti më pyet mua, unë nuk jam i këtij mendimit. Po. Nuk jam as pak i këtij mendimit, sepse nuk mendoj që një këngë mund të jetë afatgjate dhe të sjell shumë të majme të parave të vazhdueshme nëse është bërë vetëm virale në TikTok. Por është mendimi im, unë jam shumë i ri, megjithatë po dhe një këngë jotja ka shku virale, apo jo? Është mirë të kesh këngë virale, nuk po them që nuk është, por nuk mendoj që duhet vetëm, se pastaj vdesi edhe mediumi, vdesin e televizionet edhe radio, shtyllat e një bote të skenës, të themi. Prandaj sot kemi shumë pak festivale, gati sa as pak. Dhe është momenti i duhur që t'i ringjallim këto, sepse ka diçka që quhet evergreen. Dhe ajo që është evergreen, që është e përjetshme, është e gjithmonë. Është si mjekësia. Mjekësia i ka termet latine si sot, si para shumë vitesh. Është arkitektura pastaj, domethënë nuk mund ti do ta bësh një projekt me aplikacione, me gjëra që ndihmojnë në procesin, do ta shkurtojnë ndoshta, por në të vërtetë jetojmë në kohën kur edhe të bësh art duhen pare. Sot artisti duhet të ketë pare për të prodhuar art dhe për të prezantuar art. Arti sot edhe në bërje, edhe në prezantime, në marketim kushton shumë. Më pëlqej shumë ideja dhe logjika e pyetjes. Sot dush t'i thuju njerëzve që unë jam i suksesshëm, ose ai tjetri është shumë i suksesshëm, ose i famshëm, ose i pranueshëm, se me njerë pason pyetja, a ka bo pare? Dhe ti thuj jo bre, ish me qëra. Çfarë suksesi? Sot gjithçka matet me pare, me gjëra llogari dhe me atë se çfarë jetë dhe mirëqenie ka. Delfina, a e ndjen presionin me u doke suksesshme në rrjetet sociale? Në fillim, unë e kam ndjej presionin ndaj meje. Po, unë ato i kam marrë si në rritje, nuk i kam